Kjo grua u shfaq papritur në funeralin e saj dhe më pas burri i saj Gabriel spoloi diçka që e la të dritur dhe pa fjalë. Ndërsa mbajtësit e arkivolit ulnin në arkivolin në varr, Gabriel, i cili po përpiqej të mbante lotët, humbi kontrollin. "Vivien, si mund të jetoj pa ty në këtë botë të ftohtë?" thirrri ai. "Kam ndërtuar jetën time, gjithë botën time rreth teje. Kam nevojë për ty, Vivien," përshpëriti ai. Ishte një pamje që të thyente zemrën. Gabriel adhuronte gruan e tij me gjithë qenien e tij. Ai fitonte pak, por siguroi që Vivien të mos i mungonte asgjë, duke i mohuar vetes gjërat më të mira në jetë. Blinte vetëm gjëra të shtrenjta për të. Ai bënte gjithçka në fuqinë e tij për ta bërë atë të lumtur dhe e thyente përtej fjalëve fakti që duhet të varroste. Funerali përfundoi shpejt dhe të gjithë ata që kishin ardhur për të dhënë nderimet e fundit për Vivien u larguan nga varrezat. Gabriel mbeti vetmi dhe ai u afrua varrit të gruas së tij. "Më fal që nuk munda të ta jap jetën e mirë që meritove. Më fal që nuk munda të të jap gjithçka që të premtova. Kam dështuar si burr," bërtiti ai. Gabriel u ul pranë varrit për një kohë, duke qarë me zemër. Orët fluturonin dhe qielli u errësua. Ishte vetëm kur një insekt ul në fytyrën e tij që ai e kuptoi se ku ndodhej. E befasoi sa kohë kishte qëndruar ulur aty. Duke hedhur një vështrim të fundit e varri gruas së tij, Gabriel u ngri dhe u largua. Kishte bërë vetëm disa hapa drejt një peme aty pranë kur një Range Rover u ndal. Ai u fsheh pas pemës sepse nuk kishte dëshirë të shinte askënd. Një grua e veshur me të zeza dhe me një kapele të madhe që i mbulonte fytyrën doli nga makina. Ajo shkoi te varri Vivien dhe la një buqet me lule. U ul pranë varrit dhe qau me hidhërim. Gruaja po qante dhe duke sikur kishte një lidhje të ngushtë me Vivien. Kush ishte ajo? Pse nuk ishte ardhur gjatë ditës? Pse erdhi fshehur asi në këtë orë kur askush nuk do ta shinte? Gabriel po pyeste vete. Diçka tronditse ndodhi. Ndërsa ai po përgatitej të pyeste kush ishte, gruaja u ngri dhe hoqi kapelen duke zbuluar fytyrën e saj. Dhe çfarë ndodhi? Ajo rezultoi të ishte Vivien. Gabriel e njohu atë edhe në errësirë. I mbushur me emocione, zemra rinte shpejt dhe ai vuri duart mbi gojë për të shtypur një britmë. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet, tha Gabriel dhe ra në gjunjë. Në atë moment, ai vetëm donte ta mbante përsëri në krah, por ishte shumë i dobët për të ngritur. Pamja e gruas së tij të vdekur që ecste aty para tij kishte paralizuar. Ai gjithashtu mendoi se mente po i bënte lojra. Dhimbja mund t'i bëjë këto gjëra një personi që ka humbur një të dashur. Ndjeu kokëfortësi dhe u drodh nga kokat e këmbët. Goditja ishte tepër e madhe për të duruar. Duke u përpjekur të kuptonte çfarë po ndodhte, mblodhi mendimet dhe forcat për të ngritur. Çfarë po ndodhte? Ka kishte varrosur nëse gruaja e tij ishte ende gjallë? Diçka nuk shkonte dhe në vend që të përballte Vivien, ai e ndoqi. Duhet të zbulonte çfarë po fshinte ajo. Ndërsa e dishte shumë pyetje po i kalonin në mendje. Pse kishte falsifikuar vdekjen e saj? Kur bleu një Range Rover, a lidhe kjo me sjelljen e saj të çuditshme të mëvonshme në 5 muajt e fundit? Gjithçka ishte kaq konfuze. Pas një udhëtimi 30 minutash, Vivien më në fund daloi para një vile egzotike. Gabriel nuk ishte parë kurrë një shtëpi kaq të madhe në jetën e tij. E kujt ishte kjo shtëpi? A jetonte ajo këtu? Pyeste veten. Por ajo që ndodhi më pas e tronditi deri në palc. Kur Vivien ra azile së derës, një burr i gjatë dhe i veshur mirë hapi derën. Megjithatë, ajo që bëri më pas e bëri Gabrielin të shpërthente në zemërim. Me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, burri e tërhoqi Vivien afër dhe e puthi me pasion. Ky veprim i vetëm e çmendi Gabrielin. Ai menjëherë doli nga vendi ku po fshihej dhe varpoi drejt çiftit që po puthej. "Vivien, e di që je ti," përtiti ai ndërsa u afrua. Për disa sekonda shfaqja e papritur e Gabrielit e trembi Vivien, por ajo shpejt u tregua e guximshme. "Më në fund je këtu, si më gjete?" tha Vivien me arrogancë. Gabriel ishte gati të përgjigje kur burri vrapoi drejt tij dhe goditi me grusht në fytyrë. Burri mund të kishte vazhduar, por Vivien i tha të ndalonte dhe kërkoi pak kohë vetëm. "Kush është ajo që sapo varrosa unë? Si mund të jesh gjallë? Ka varrosa disa orë më parë. Kam nevojë për një shpjegim për gjithçka tani," bërtiti Gabriel. "Çfarë po bëj këtu? A je i verbër? A pret që të vazhdoj të jem gruaja jote dhe të jetoj me ty në varfëri?" Ju përgjigj Vivien me të bërtitura. "Gjithë premtimet e tua, do të blej këtë, do të blej atë, kur do t'i blesh ato? Në jetën tjetër, përgjigj mu." Gabriel kishte një punë, por nuk paguante mirë.
Para se të martoj me Vivien, 2 vjet pas martesës, ai e la punën për të përqendruar në biznesin e tij të pasurive të patundshme. Fatkeqësisht biznesi nuk shkoi siç ishte planuar dhe Gabriele gjeti veten në një rrëmuj financiare. Gjërat nuk do të mbeten kështu, të premtoj, do të gjej një rrugdalje. Biznesi im do të funksionojë dhe do të jap jetën që meriton, i thoshte shpesh Gabriel Vivien dhe ajo premtoi të besonte në ëndrrën e tij. Megjithatë, 5 muaj më parë, ajo filloi të dilte nga shtëpia pa ndonjë arsye dhe Gabriel kurrë nuk e pyeti. Por tani ai më në fund e kuptoi gjithçka. Ajo e kishte lënë për një burr të pasur. Në këtë pikë, ai ndjeu një tradhti të madhe. Ndërsa ai dhimbte përtej fjalëve zbulimi kësaj, ai ende duhej të dinte kush ishte në Arkivol. Kush është gruaja në Arkivol? Tha Gabriel duke mbajtur lotët. Ajo është motra ime binjake, u përgjigj Vivien. Gabriel nuk mund ta besonte që Vivien kishte një motër binjak dhe gjatë gjithë kësaj kohe ajo kurrë nuk i kishte thënë për të. Ai kishte besuar se e kishte sakrifikuar gjithë jetën për të. Vivien dhe motra e saj, Evelyn, nuk ishin qenë në kontakt për 3 vjet dhe u ribashkuan vetëm 3 muaj më parë. Megjithatë, Vivien nuk i tregoi Gabrielit për motrën e saj, sepse tashmë po planifikonte ta lindte për Frederik, me të cilin kishte një lidhje për 5 muajt e fundit. Motrat ishin takuar për darkë atë natë, kur Vivien gënjeu se po shkonte në supermarket. Fatkeqësisht ato u përfshin në një aksident dhe Evelyn humbi jetën. Vivien më pas përdori vdekjen e motrës së saj binjake në avantazhin e saj. Ajo iku nga vendi i ngjarjes dhe zëvendësoi kartën e identitetit të motrës së saj me të sajën, kështu që policia e thirri Gabrielin duke pretenduar se gruaja e tij kishte vdekur. Ky akt egoist nga Vivien e niveriti Gabrielin. Jo vetëm që e kishte tradhtuar, por ajo kishte përdorur vdekjen e motrës së saj në mënyrë më mosrespektuese. Ai ndjeu një neveri të madhe. Pas këtij shpjegimi, Vivien e shtyu Gabrielin larg nga dera dhe i kërkoi të largohej menjëherë që ajo të mund të vazhdonte me jetën e saj të bukur. Gabriel ishte i dërmuar për rreth 1 vit, por një mëngjes ai u ngri dhe vendosi se mjaft ishte mjaft. Ai e përdori këtë dhimbje në avantazhin e tij dhe kjo përfundimisht e shtyu drejt suksesit. 7 vjet më vonë, biznesi i Gabrielit kishte shpërthyer dhe ai tani ishte një nga pronarët më të suksesshëm të pasurive të patundshme në qytet. Ai ishte i lumtur dhe i përmbushur dhe kishte lënë gjithçka mes tij dhe Vivien në të kaluarën, derisa ajo u shfaq një ditë në jetën e tij. Atë ditë Gabrieli ishte në verandën e tij, duke pirë verë dhe duke u çlodhur me gruan e tij, Lovet dhe vajzën e tyre 1 vjeçare. Familja po përgatitej të hynte në shtëpi kur Gabriel ndjeu dikë që i shikonte. Ktheu kokën dhe pa një grua që dukej si e pastre. Gruaja u përpoj shpejt të fshihej pas një peme përtej rrugës, por tashmë ishte vonë. Gabriel e kishte parë. Për një çast ata shkëmbyen shikimet dhe Gabriel mund të shihte që sytë e gruas mbanin shumë dhimbje, trishtim dhe pendim. Ajo dukej e vetmuar. I duhej pak kohë para se Gabriel të kuptonte se ajo ishte Vivien. E dashur, ai një atë, tha Lovet. Vetëm më kujton dikë që më la shumë kohë më parë sepse nuk isha asgjë. Ajo nuk është askush, u përgjigj Gabriel duke puthur ballin e gruas së tij para se të hynte në shtëpi, duke i kthyer shpinën Vivien. Duke parë që Gabriel e konsideroi atë të pavlefshme për një vështrim të dytë, Vivien lëshoi një pshërëtim dhe shtrëngoi gjoksin, ndërsa lotët e nxehtë rritnin në faqe. Frederik e kishte larguar atë sapo gjeti dikë më të re dhe më tërheqëse për ta zëvendësuar. Ai kur nuk ishte qenë interesuar për të ndërtuar një jetë të vërtetë me të. Vivien pendoi thellësisht që nuk qëndroi pranë Gabrielit dhe nuk besoi në ëndrat e tij. Ajo kuptoi shumë vonë se kishte humbur një diamant ndërsa mblidhte gur. Dua vërtet të di mendimet tuaja për këtë histori, kështu që ju lutem mos hezitoni të ndani pikpamjet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe e gjetet interesante, ju ftoj të abononi në kanalin ton për më shumë përmbajtje të ngjashme. Ndjehuni të lirë të ndani këtë video, kujdesuni mirë për veten dhe jam shumë entuziasmuar të lidhem me ju në videot tona të ardhshme.